Një qytetar nga Kurbini, Andon Meta, ka nisur një grevurie pa afat para godinës së prokurorisë së Lezhës për shkak të zvarritjes së procesit për çështjen e tij gjyqësore. Meta pretendon se i është grabitur një sipërfaqe toke prej rreth 11 dynymësh nga Bashkia e Kurbinit, të cilën e ka përdorur për depozitimin e inerteve të objekteve të shembura nga tërmeti. Ai kërkon nisjen e hetimeve ndaj kryebashkiake së Kurbinit Majlinda Cara, bashkëshortit të saj dhe disa zyrtarëve të tjerë, duke pretenduar se prokuroria e Lezhës po zvarrit zbatimin e vendimit të gjykatës së apelit Tiranë. Për zvarritjet që pa fund, më kanë shëtit në gjithë Shqipërinë, 4 herë e ka pushu gjykata e Lezhës dhe gjykata e Kurbinit, 2 herë Arben Nika, pa që u qeshtin fare në gjyq. Për të hetu kryetarin e bashkisë dhe këta persona që janë në lidhje me grabitjen e pronës time. Kjo pronë është e sekustruar nga gjykata administrative Tiranë, që në 2022 këta prokurorë nuk duhen me hetu. Arsye është, unë du me ditë se në çfarë faze kanë çështjen. Unë kërkoj këta persona që më kanë grabit pronën të shkojnë para drejtësisë. Ose Majlinda Cara, 4 persona janë grabitje prosime. Majlinda Cara, bashkëshorti i saj Lat Cara, Mark Gjoni dhe Altin Gjoni. Të 4 do të shkojnë paralel, pa u shkput njëri nga tjetri në burg. Ose unë i vetëm. Arben Nika si Bethiri, sa drejtuesi i prokurorisë, të bëjë gati një fletë rreth, mu më ka që du, nuk ka nevojë me më shpall në kërkim, mos më shkatërrojë jetën. Si jam një invalid, që po jetojmë me 168.000 lekë invalidet, 70.000 lekë mujti marr ilaçe. Se të tallet prokuroria e Lezhës me mua, nuk do ta pranoj këtë punë. Sot e kësaj çfarë ta kemi jetën. Andon Meta vijon prej vitesh betejën e tij ligjore, ndërsa së fundmi gjykata e apelit ka vendosur hetimin e çështjes së tij nga prokuroria e Lezhës, duke rrëzuar vendimin e shkallës së parë, e cila kishte pranuar kërkesën e organit të akuzës për pushimin e procedimit, me argumentin se nuk ekzistonin elementë të veprës penale. Meta deklaron se do të vijojë grevën e uris deri në marrjen e një përgjigje zyrtare nga prokuroria e Lezhës lidhur me ecurinë e hetimeve.